Po, Korap, për gjitha këto protesta dhe realisht çfarë do të nënkuptonte një përshkallëzim ushtarak mes SHBA-ve dhe Iranit, duke qenë se kemi parë edhe kundërpërgjigjen që ka ardhur nga Irani, i cili tha se do ta merret edhe ndaj SHBA-ve dhe ndaj Izraelit në rast se e njëjta do të sulmohet. Unë mendoj që lufta me Iranin është një luftë e papërfunduar e Izraelit dhe SHBA-ve. Ju kujtohet, domethënë, ato ditët e luftës që zhvilluan Izraeli me SHBA-n, domethënë edhe me aleatët të tjerë kundër Iranit dhe bombardimet të cilat vinin nga Irani për në Izrael. Çështja është shumë e ndërlikuar. Irani ka mbetur aktori i fundit, ose si themi fuqia e fundit, e cila shkon jo në konform të interesave të perëndimit. Prandaj është vënë në diskutim, domethënë, të bëhet një zgjidhje që aty të instalohet një pushtet i cili do të ishte pushtet pro-perëndimor dhe nuk do të atakonte interesat e perëndimit. Për këtë arsye, unë mendoj që goditjat që u bën në centralet bërthamore dhe ajo përgjigje masive e dhënë në Iranit është një, si themi, shkak që kjo luftë do të vazhdojë sepse nuk është zgjidhur asgjë. Vetëm janë testuar disa raketa nga të dyja palët, si themi aviacioni izraelit është testuar, por edhe mbrojtja izraelite po ashtu që nuk doli të ishte aq efikase sa që propagandoi, domethënë që ajo është një kupolë e hekurt në të cilën asnjë nga raketat nuk mund ta depërtoj. Për këtë arsye, unë mendoj që goditja që i ka dhënë Irani Izraelit në atë luftën 12 ditore, mendoj që do të bëhet shkak për të vazhduar konflikti me tutje, por duhet të cekim edhe problemet të cilat Irani i ka brenda. Vetë sulmi i Izraelit ndaj Iranit dhe ndaj centraleve e ka ekspozuar regjimin iranian ndaj popullatës, sepse edhe ata i kanë thënë popullit që nga viti 1979 deri tani se janë të aftë ta mbrojnë shtetin, ta mbrojnë ideologjinë dhe ta mbrojnë territorin e tyre, të mbrojnë pasuritë kombëtare të tjera. Kjo nuk ka dalur edhe aq saktë, prandaj regjimi është i zbuluar ndaj popullit të vet, domethënë dhe ata kërkojnë të ketë ndryshime. E dyta është faktori ekonomik. Irani ka një popullat e cila vazhdimisht shtohet, ndërkohë që zhvillimin ekonomik nuk e ka te atij niveli që të jetë i kënaqshëm për banorët, dhe e treta, regjimi është futur në një blokadë ndërkombëtare që nga viti 1979. Dhe për këtë arsye bllokada e gjatë, domethënë, i lodh kombët, i lodh popujt dhe ata kërkojnë tashmë ndryshime. Mirë po, duhet cekur edhe një faktor tjetër, një fakt tjetër. Irani shpeshherë është përballur me demonstrata masive, nuk janë demonstratat e para masive këto. Dhe ata që mendojnë që përmes këtyre protestave në të cilat vinë, domethënë, nga atje, një pjesë të cilave edhe po gjenerohen me inteligjencë artificiale, disa të tjera madje kombinohen video nga protestat në Francë, në Amerikë dhe në qytete tjera dhe i jepen sikur janë lajme nga Irani. Domethënë, tradita e shtypjes së protesta dhe menaxhimit të protestave në Iran është e gjatë. Për këtë arsye nuk është bashkëthirrje, domethënë, ndrimi i këtij regjimi. Të ndalemi ndoshta edhe me